A është njëjtë si me të re, si me të shojt, apo ka dallim? Shumë nana sot janë tepër të shqetësuar se si ndikojnë me sjelljet e tyre tek fëmijët. Edhe shqetësohen kur aty ne ju bërtasin apo ju shtrëngojnë dorën në momente kur ata bëjnë sjellje të papërshtatshme. Por s'ka nevojë mu shqetësu bashkë shumë. E di që jeni të çudit, po kthena prap këtu. A ka ndikim negativ neglizhimi i fëmijës, fyrjet apo abuzimi fizik? Gjithsesi që ka. Thot si me ofendu, si me rre, pothuajse është i njëjti send. Sipas këtij studimi të realizuar në SBA, fëmijët që kanë përjetuar abuzim fizik apo emocional kanë më shumë gjasa me zhvillu depresion, ankth apo edhe varësi të ndryshme siç është alkooli, droga e tjerë. Tash po kthehemi aty ku e lam. A kanë nevojë nanat mi bë çaq shumë presion vetes për çatu sjellin ndaj fëmijëve? Jo. Nuk jam të thonë që duhet me abuzu me vetdije fëmin kurse si. Por nëse ka ndodhur një herë, atëherë mos u bllokon në të njëjtin vend duke e vajtut kalunën. Por këqyrte vetja si non, çka ki nevojë me përmirësu? Sepse prej presionit që ti ja bën vetes, atëherë ka shumë gjasa që e njëjta sjellje e jotja me u ripërsërit prap. S'ka njeri në tokë që rritet pa trauma. Sepse trauma nuk janë ngjarjet, por janë mënyra se si individi e përjeton historinë apo ngjarjen e caktuar. Kështu që nana të dashura, fokusohuni te e tashmja, leni të kalunën se çka kombo, çka s'kombo. Sepse ka raste kur prindi tenton me e bo më të mirën për fëmijën e vet. Por te fëmia nuk është ndikimi sipas qëllimit të prindit. Do të thotë është i pakënaqur. E tash çka me botin këtë rast? Kur gjo. Kështu që më rëndësi është që ti bëne më të mirën prej vetes. E lej detajet se çka ndikoj kjo e çka ndikoj ajo. Shfaqni dashni ndaj fëmijëve sa më shumë, qoftë me fjalë apo me vepra.